Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mbron në zemrën, trajton diabetin, kollon dhe stresin. Ky çaj me gjethe dafine bën mrekulli për trupin tuaj. Çaji i dafinave është padyshim një tonik i mrekullueshëm dhe i pakrahasueshëm me një ndikim të fortë në stomak, kyçe dhe muskuj. Vlerat shëndetësore të çajit të dafinës përfshijnë aftësinë për të pastruar organizmin, ngadalësuar plakjen, për shpejtuar shërimin e plagëve, po ashtu përdoret për të mbrojtur trupin tuaj nga të gjitha bakteret, menaxhuar diabetin, përmirësuar shëndetin e zemrës, zbutur inflamacionin dhe zgjidhur të gjitha problemet me frymëmarrjen dhe njëkohësisht gjallëruar tretjen. Këtu ju do të ndiqni këshillat më praktike se si të përgatisni çajin me gjethet e dafinës në shtëpi duke përfituar maksimalisht prej vlerave të tij. Çaji i dafinës funksionon shumë mirë sidomos në rastet kur ju mundon kolla dhe gripi. Provojeni për disa ditë rresht derisa të përmirësohet gjendja juaj shëndetësore. Çaji i dafinës në kushtet e shtëpisë. Sipas ekspertëve duhet të keni parasysh se çaji i dafinës për të përgatitur ka nevojë për 4 deri në 5 gjethe të thata dafinë, një shkop kanellë në qoftë se ju do të dëshironi, 1 litër ujë dhe mjaltë. Zgjeni gjethet e dafinës dhe të kanellës për plot 20 minuta. Lëreni që të ftohet dhe më pas ëmbëlsojeni duke shtuar një lugë çaj mjalt në një filxhan paksa përpara se ta pini. Vlerat shëndetësore të dafinës, problemet me kollën dhe frymëmarrjen. Vaji i gjethteve të dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin, si edhe për të kuruar disa nga problemet me frymëmarrjen. Nëse ju nuk hasni avullin e gjethteve të zjera të dafinës, ju do të ndiheni edhe më mirë. Avulli do të zbusë sekrecione dhe gjithashtu do të shkatërrojë të gjitha bakteret të bllokuara në aparatin e frymëmarrjes. Femrat shtatzënë nuk duhet të përdorin vajin e dafinës. Shëndeti i tretës. Gjethet e dafinës kanë një ndikim të fortë në sistemin tretës duke nxitur urinimin dhe si rrjedhoi duke ulur edhe nivelin e toksinave në trup. Dafina gjithashtu stimulon të vjellat në rast se ju mund të jeni helmuar nga ushqimi. Përmbajtjet organike të gjethteve të dafinës ndihmojnë gjithashtu me tretjen dhe qetësojnë stomakun apo zorrët e trazuara. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se përmirëson edhe shëndetin e flokëve. Në qoftë se ju dëshironi që të përmirësoni shëndetin e flokëve dhe njëkohësisht të hiqni qafe zbogthin, atëherë përdor gjethe dafin. Lageni gjethet në ujë dhe fërkoni me të skalpin e kokës pas larjes. Përbërësit kimik të dafinës do të heqin zbogthin dhe gjithashtu do të zbusin lëkurën tuaj të thatë. Kundër inflamacionit. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është aftësia për të paksuar inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë gjithashtu në përmbajtjen e tyre një element unik të njohur si parteneloid, i cili redukton irritimin në kyçe ose në zona të caktuara të cilat mund të jenë njohur si parteneloid, që gjithashtu redukton irritimin në kyçe ose në zona të caktuara të cilat mund të jenë prekur nga artriti. Shëndeti i zemrës. Gjethet e dafinës përmbajnë acid kafeik dhe rutin, 2 substanca të cilat përmirësojnë shëndetin e zemrës. Rutini gjithashtu forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi kafeik largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Ankthi dhe stresi. Dafina ka një efekt lehtësues dhe njëkohësisht qetësues. Së bashku me trumzon, borzilokun, dafina ka në përmbajtjen e saj
Linalol, një substancë e cila bën të mundur uljen e hormoneve të stresit në organizëm. Hormonet e stresit të cilat çlirohen në një periudhë afatgjatë janë të dëmshme për trupin, ndaj gjethet e dafinës ndihmojnë gjithashtu që të qetësoheni edhe në momentet tuaja më stresuese. Kundër diabetit, gjethet e dafinës kanë një ndikim të drejtë në rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Konsumimi i rregullt i gjethteve mundet gjithashtu që të ulë edhe gjasat e shfaqjeve së episodeve diabetike. Ndërkohë, nga ana tjetër, ju mund ta përdorni vajin e dafinës për variqet dhe për dhimbjet e kyçeve. Përbërësit që juve do t'ju duhen në përgatitjen e kësaj recete janë 60 gram gjethe dafine të njoma ose të thata, 500 ml vaj ulliri, mund që të shtoni edhe rozmarin për aromë. Udhëzimet. Së pari, coptojeni dhe shtypini gjethet e dafinës. Hidheni këta në kavanoz qelçi dhe mbulojeni me vaj ulliri. Mbylleni kapakun fort dhe lëreni më pas në një vend të errët dhe të freskët për plot 14 ditë. Her pas here, shkundeni kavanozët e qelçit në mënyrë që të lejohet përzierja e një trajçme. Pas 2 javësh, kullojeni lëngun në një nap të pastër, vajin shërues futeni në një shishe qelçi dhe mbajeni në një vend të ftohtë dhe njëkohësisht të errët. Përdorimi. Vajin me dafinë ju mundet që ta ngrohni në avull dhe më pas ta përdorni për të fërkuar kyçet dhe gjymtyrët që ju dhëmbin. Përveç kësaj, vajin shërues mund ta përdorni dhe për të trajtuar ulçërën limfatike, migrenën dhe njëkohësisht infeksionet e veshit. Në qoftë se ju keni dhimbje të forta koke, aplikojeni atë në 2 anët e kokës. Dhimbja do të ikë brenda pak kohe. Konsumimi. Këtë vaj mund ta pini për problemet e stomakut, mëlçisë dhe oreksin. Mundet që të konsumoni një lugë gjelle në mëngjes esëll për 30 ditë. Kurën e përsërisni nëse e ndjeni të nevojshme. Me dafinë kundër gripit, bllokimeve dhe sekrecioneve. Kura me avullin e lëshuar nga dafina i hap rrugët e frymëmarrjes dhe gjithashtu mundet të zhbllokojë edhe hundët. Ekspertët rekomandojnë zgjerrjen e 6 gjethteve të dafinës në 2 gota me ujë. Pasi uji të ketë marrë val, hiqeni nga zjarri dhe hidheni më pas në një enë tjetër. Mbulojeni kokën me peshqir dhe mbajini fytyrën pranë enës. Merrni frymë thellë duke nuhatur aromën e këndshme të gjethteve të dafinës. Shurup kolle i përgatitur po ashtu në shtëpi. Sipas ekspertëve, dafina përbën një mënyrë efikase për të trajtuar kollën e thatë. Kura kundër kësaj kolle përgatitet shumë lehtë në kushtet e shtëpisë. Sipas ekspertëve, në një tenxhere ose në një çajnik, ne ju udhëzojmë që të hidhni të paktën 2 gota me ujë dhe më pas 6 gjethe dafinë, pasi të kenë nxjerrë për 15 minuta. Kullojeni lëngun dhe lëreni të ftohet. Lëngun më pas hidheni në një tasë qelçi dhe shtoni aty 6 lugë gjelle me sheqer kafë dhe lëngun e një limoni. Përzijeni përbërësit mirë me njëri tjetrin dhe lëngun futeni në një kavanoz me kapak të cilin mund ta ruani në frigorifer për 7 ditë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.